Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëborësit, përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhërin e njerëzimit, profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në muajin Sha'ban, muaj që i paraprin muajit të Ramazanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam këtë muaj e agjeronte shumë. Shumë ditë të këtij muaji e agjeronte. Madje nuk kishte muaj që profeti alayhi salam agjeronte më shumë se sa muaji Sha'ban. Normal, muaji Ramazanit është urdhër prej Allahut të lartësuar, detyrë pra që ta agjerojnë gjithë. Ndërsa muaji Sha'ban ishte muaji ku profeti alayhis salam agjeronte më së shumti. Dhe kur u pyet për këtë profeti alayhis salam, tha dhaka shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Ky është një muaj që njerëzit neglizhojnë ndaj tij mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Dhe thot profeti alayhis salam wa fihi turfa'u al-a'malu ila Allah. Në këtë muaj pra ngrihen punët tek Allahu. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Dua të dëshiroj që të ngrihet puna pra tek Zoti i gjithësisë, ndërkohë që unë jam agjërueshëm. Normal, në këtë muaj është edhe një natë e cila është natë e veçantë në mesin e këtij muaji, ku transmetohet prej profetit sallallahu alaihi wasallam, pra në disa transmetime se Zoti i gjithësisë në natën e mesit të muajit Sha'ban shikon tek krijesat e tij. Natën e mesit të muajit Sha'ban, feyaghfiru dhe i fal pra shumicën e banorëve të tokës, illa ma kana min mushrikin aw mushahid, përveç një idhujtari ose një njeri i cili mban mëri. Dhe në një transmetim tjetër, dhe përveç një njeriu i cili i shkput lidhjet farefisnore. Atëherë, prej këtij hadithi del pa që Zoti i gjithësisë në mesin e muajit Sha'ban fal krijesat e tij. Përveç atij personi i cili ka dy gjëra, shirkun, idhujtarinë. Alhamdulillah që Zoti i gjithësisë na garit prej saj, mëkati më i madh. Dhe lutim Zotin e gjithësisë na ruaj dhe të na shpëtojë. Është mëkati më i madh cilin Allahu i lartësuar nuk e fal, nëse robi nuk pendohet. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal që t'i bëhet shok ortak atij. E përveç kësaj fal kënd të doj, kështu thot Zoti i gjithësisë Kur'an. Dhe thot Allahu i lartësuar më pas pra Kur'an thot, dhe ai i cili i bën shok Allahut ka humbur pra një humbje të largët. Ose thot një jetë tjetër, ai i cili i bën shok Allahut ka bërë pra një mëkat ose ka bërë një gabim pra të tmerrshëm. Dhe këtë Zoti i gjithësisë nuk e fal. Ai i cili pendohet prej kësaj, atëherë bën pjesë inshallah tek kjo falje e Allahut lartësuar e cila pra bëhet në mesin e muajit Sha'ban. Po ashtu thot profeti alayhis salam, përveç atij i cili pra mban mëri. Pra është i zonë, njerëz ka po grindje me dikë, dhe ri i dhrum me to. Dhe normal është ftesë prej profetit alayhis salam që çdo njeri prej nesh me reflektu, me i dëstu mohabetit.
me fal tjerët. Dhe shumica e zankave e grindjeve sot bëhen për shkak të dynjas. Dynjan të cilën këtu kemi me lënë, s'kemi me marrë në vete. Dhe ku ka më mirë se sa robi para përgatitet edhe për muajin e Ramazanit. Me i falë, me i toleru tjerët, për hir të Allahut. Dhe kuj dihet ndoshta përfshihet të kjo falje e Zotit Gjithësisë që ndodh mesin e muajit Shaban. Po ashtu përmend pra një transmetim tjetër ose ai që i ka shkut lidhjet farefisnore. Dhe çështja e fisit në fen tonë ka rëndësi tepër të madhe. Rujtja e lidhjeve farefisnore pra është tepër e rëndësishme dhe nuk mund kalohet lehtë. Subhanallah, Zoti i Gjithësisë thot Kur'an fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. O ju i drejtohet pra hipokritëve të cilët e kanë lënë fenë e Zotit të Gjithësisë. E thot më pas shkoni pra të bëni shturje në tokë dhe t'i shkëpusni lidhjet farefisnore. Ulaika alladhina la'anahumullah. Të tillët, thot Allahu i lartësuar, janë ata të cilët i ka mallkuar Allahu. Zoti na rujt. Po ashtu, vazhdimisht ne gjejmë hutbet e xhumas, përmend hoxha atë hyrjen që ka pasur profeti alayhis salam dhe thot: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham." Lezon ajetin e Kuranit dhe friksojeni Allahut që në emrin e tij përbetoheni dhe ruajeni lidhjet farefisnore. Patjetër që kur flasim farefisin e fillojmë nga më të afërm, prindrit. Fatkeqësi me gjuhë që i musliman nuk shkon mirë me prindrit e tij. Zot na ruaj, Allahu na ruaj. Ku përmendet në hadith, pra që është dera e mesme e xhenetit, ose humbe ose ruje. Kështu kuptohet për një hadith. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Wa qada rabbuka", ka urdhëruar Zoti yt që mos adhuroni askënd përveç tij dhe të silleni mirë me prindrit. Me njëherë pas adhurimit vjen çështja e prindërve. Përmendin të parët, përmendin në ngjarje. Të parët e Mekit e përmendin shpesh. Një tjallë, Allahu i lartësuar i kishte dhënë begati shumë, pasuri të madhe. Edhe mendon thot, baba im thot është lodh me mua. Pra më ka rritë, ka shpenzuar, du me ja shpërbly këtë mirë që ka bërë. Me ja kompensu. Dhe i thot babës, i thot, kërkot çfarë të dëshirosh, çfarë duash, kam për të ta plotësu. Baba i tij tha se ti më je lodh për mua, du me ta shpërbly. Baba i tij njeri i mençur. Dhe tha mirë, i kërkon fruta. Shkon ble ky një shport e mbush. Thot, pra gjë tepër e lehtë. Ja vendos para thot ha. Pra knaqo, a këtë kërkova. Tha, dua, afër tyre ishte një stip kotre. Dua, tha, që ti ha atje lart majt kotrës. Tha ky, po mirë, atje, shportën, ja çon atje. Ha, tha. Baba i tij merr frutat dhe fillon i hedh poshtë. Kap 1, 2, 3 deri në fund. Tani tha shkon merr një dhe bjeri prapë. Shkon ky, ja bi prapë. Njëjtën gjë për styti. Për streti, kur u ngjit për streti, pra vetëm se kishte babë. Tha ha, u mërzite. Tha, këtë që bëna unë sot, ti tha e ke bo me 10 herë. Dhe unë tha shkoja i lumtur tha, të qesh të bia. Do të thotë që sa do të përpiqet fëmia me a kompensu prindit, pra është e kotë. Por, lutim Zotin i gjatësisë që ne që i kemi gjallë, mundohemi të arrijmë kënaqësinë e tyre, sepse vjen hadith se kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindit. E ai që i ka ndru jetë, mundohet që t'i kujtoj me dua, me lutje, t'i kujtoj ata me sadaka, nëse ka mundësi. Dhe kjo pra i shkon prindërve të mundohet pra që
të vazhdoj atë mirësinë ndaj tyre. Ne përmendëm ngjarje për papën, se për nanën, pra nuk lahesh me të. Vetëm një dhimbje prej dhimbjeve të lindjes, pra sado që të përpiqesh i gjithë jetën tënde nuk ja kompenson. E këta ti ke detyrime ndaj tyre. Imagjinoje me shput lidhet pra me prindrit. Më pas fis motrët, vëllezrit, xhajallarët, kushërit, tezet, xhajallarët, hallat, gjyshrit. Pra patjetër që besimtari duhet përpiqet dhe përderisa dëgjoj këtë hadith profetit alayhis salam, me u mundu me i tystu gjarat me ta. Në mënyrë se na çfarë du, na çfarë kërkojmë, a kërkojmë faljen e Zotit, a synojmë xhenetin. Atëherë kjo gjë edhe mes muslimanëve, mes besimtarëve. Nëse për shembull ndodh që ka mri me dikë, më mundu me i tystu, në mënyrë që të arrijë atë faljen për Allahut të lartësuar, dhe patjetër kjo natë, pra është një ky transmetim i profetit alayhis salam. Por nuk ka ndonjë transmetim se kjo natë duhet me u veçu me ndonjë adhurim specifik ose me fal kaq rekat. Nëse dikush ka traditë ose çohet fal për 1/3 e fundit të natës, fal namaz, Zoti e pranon, bën lutje. Por jo thush për shkak që kjo natë duhet me veçu me këtë lloj adhurimi, apo këtë natë duhet me veçu me këtë lloj gatimi, s'ka lidhje. Elusim Allahun e lartësuar që gjithëve të na falë, të na mëshirojë. Allahu ju shpërblet me të mira. Sallallahu alaihi wasallam.